Gjykata kushtetuese ka vendosur këtë të hënë shfuqizimin e vendimit të Këshillit të Ministrave që parashikonte shkarkimin e Erion Veliajt nga detyra e kryetarit të Bashkisë Tiranë, po ashtu gjykata ka shfuqizuar edhe dekretin e presidentit Bajram Begaj, i cili kishte caktuar datën e zgjedhjeve të pjesshme për kreun e ri të Bashkisë së Tiranës. Në vendimin e saj, gjykata thotë se procedura e ndjekur nga Këshilli Bashkiak dhe më pas nga Këshilli i Ministrave nuk ka garantuar të drejtën e Veliajt për një proces të rregullt ligjor, pasi ai nënvizon gjykata nuk është njoftuar dhe nuk i është dhënë mundësia për t'u dëgjuar dhe për t'u mbrojtur. Sipas gjykatës, shkarkimi i një kryetari bashkie si organi zgjedhur drejt për drejt është një çështje me natyrë kushtetuese dhe vetëm kjo gjykatë ka kompetencën për të vlerësuar ligjshmërinë dhe kushtetutshmërinë e vendimit të qeverisë. Gjykata thotë se mbrojtja e interesit publik nuk mund të justifikojë cënimin e garancive kushtetuese të një organi të zgjedhur. Po ashtu gjykata argumentoi se dekretet e presidentit Bajram Begaj të nxjerra si pasojë e vendimit të shfuqizuar bien po ashtu në jurisdiksionin e saj, duke rrëzuar edhe dekretin që kishte caktuar zgjedhjet në Tiranë. Në përfundim, gjykata kushtetuese vendosi pranimin e kërkesës së paraqitur nga Erion Veliaj, shfuqizimin e VKM-s numër 539 datë 25/9/2025, duke e cilësuar antikushtetuese shfuqizimin e dekretit presidencial numër 315 datë 1/10/2025 për pjesën që lidhet me zgjedhjet në Bashkinë e Tiranës, vazhdimin e pezullimit të dekretit deri në hyrjen në fuqi të vendimit përfundimtar. Ky vendim i hap rrugën rikthimit të Erion Veliajt në detyrë si kryetari i Bashkisë Tiranë, edhe pse ndodhet në paraburgimin e Durrësit dhe po ashtu pezullon procesin e zgjedhjeve të pjesshme që ishte shpallur nga presidenti Begaj.